Prezantohet, lutem. Mirëmbrëma. Para se ne për diskutimin është për kënjë të tjesë që për të mërë fjallën s'kom tjetë më në precishe. Nuk flasë shumë në për probleme shumë, po të të thëmë të gjëra atë si ndjenjën si demokrat për të të vetë. Unë e më ndi paqë në fjatë të libertish 20 vetë matë, për në Tiranë për 25 vitesh. Duhet të diskutoj vetëm për Partinë Demokratike për Shqipërinë, nuk do të diskutoj asnjë për veten time dhe fetare dhe për demokratë. Se këto janë demokratë me shpirt, këto janë interesantçi, dhe janë betu. Por desha më thënë 2-3 gjëra që kanë me video me kështu, por para se me fillu me diskutu, do të shohësh në orën 15 minuta, sekretari i përgjithshëm Flamon Noka ka nxjerrë një për korrupsionin, si çfarë bëhet, nuk do të diskutojmë për korrupsionin, çfarë bëhet Shqipëria, për legalizimet, për rrugët, për të gjitha se i tha kryetari edisioni dhe nuk duhet i them unë, për këmë shohësh mesazhin se vetë që s'do të tani, dhe se çfarë bëhet me pronat, me legalizimet, çfarë bëhet në Shqipëri për 35 vitesh. Për doktorin e kam në zemër dhe sa të jem gjallë nuk do ta shkënjej kurrë, doktor Berisha. Ne festojmë gjithmonë rithemellimin e 91-shit, 92-shit, 35 vjetorin. Ne duhet festojmë të 2021-shit, po vendin në 2021-shit, se do ishte shtup Partia Demokratike, do ishte shtup emri jot edhe ne si demokrat. Nuk do ekzistoshi më në 2021-shit. I boni një konvent që të ngjelet histori. Se në 91-shin, 92-shin, dërë demokratët që ashin bukën e misit me bukruni, ashin bukën e burit në vend gjatit me bukmisin. Dërën atë kishë të betu dhe ishin brezor. Brezit që është nuk del, se e ndërri, hajshtat dhe buke. Nuk vitet se në shumë problem protesta dhe revolucioni në Shqipëri. Dhe zbut të fjatëm shumë, e më zjatë do të më falë. Po, vazhdo. Këtu më pash një njoftim në Facebook. Zgjidh dy prej tyre, cili është me i duari dhe me i varriri në Shqipëri. Ismail Kemali, Ahmet Zogu, Enver Hoxha, Aleksandr Meksi, Pandeli Majko, Ilir Meta, Fatos Nano, Sali Berisha e Dirama. Nga këto të nënë do të zjedh njënin. Një të zjedh njënin. Tani që të thënë. Doktor, kush nuk e ke mik ato që të lavdron, por ato që të kritikon. Qa du të them tani? Shqipëria, kombi shqiptar ka dy, për vetëm për unë them. Meni. Nën Terezën Skënderbeun, të tretën do ta them në fund. Nën Tereza thot, në jetë, një jetë e jetuar vetëm për veten, nuk është jetë e jetuar për ishtë. E shenjta Nën Tereza. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, o Zot i madhërishëm, mbrojt i adheut, mbro lirin e Shqipërinë. Tani doktor, mbas ti në dyve, je i treti je ti. Tani të ka ardhur koha, mbas të 2021 që more konventin, të besuam, pas jetë gjatë, të kesh shëndet, të lutëm doktor, çoja manetin e këtyre dy të mëdhejve që i njeh bota dhe historia, mos na shgënjej. Ne të kemi marrë më pa vdekje na ke pas. Po jetë na shgënjesh. Tani kam dhe dy gjëra tjera, doktor. Doktor, ti bën foltore. Nuk më pëlqen foltoria, duhet revolucion. Të blejnë të gjithë deputetët që janë, 50 deputet, 50 kampiona. Ti vjen, ke sheshi Skënderbeu, ke Nën Tereza, ti vjen me kavo, gjatë aty, ajo bot protestë, jo protestë të dërën, aty të zjedhim kartonët. Protestë të blejnë kampiona nga 50.000 euro, 50 deputet e PD-s, prike sheshi Skënderbeu, deri ke sheshi Nën Tereza. Të bllokohet qendra, pastaj ajo është protestë revolucion. Kaç kisha. Faleminderit, ju uroj të gjithë në më falni për shqetësimin.
kom thënë me shumë emocione, po isha shumë i stresuar dhe shumë i ngakuar se kisha frikë se të më presi fjalën në Tirana. Gjithatë ju uroj shëndet, doktor, shëndet, qofshi lumtur dhe të plotësoshin dëshirat. Gëzuar gjithë, respekt e demokrat për jetëve të betuar. Natën nga unë. Faleminderit. Ja. Kush e dëshiron fjalën? Po. Mirëmbrëma, doktor Berisha. Mirë se erdhe një herë. Unë, duke marrë shkas nga protesta 24 janarit, dua të të bëj një pyetje. Si e synojmë ne, pas kësaj proteste, që ne të shkojmë drejt një qeverie teknike dhe çfarë formash duhet përdorim me datën 24 janar? Faleminderit. Ne jemi një parti e cila kemi një arkiv, kemi trashëgimi dhe kemi përdor format ndryshme protestash. Forma që kanë përmbys kryeministra, forma që kanë trondit themelet, që kanë përmbys sistemet. Në këtë gjendje që është vendi, ne synim kemi përmbysje pushtetit. E këtij pushtetit të dalë, jo nga vote e lirë, këtij pushtetit që qëndron me vjedhje. Në bindjen time më të thellë, kjo kërkon qëndrueshmëri në protestë. Kjo kërkon që ne të jemi të përgatitur shpirtërisht, psikologjikisht, fizikisht për protestë të qëndrueshme. E kemi provuar ne se duhet tani jemi politik edhe jemi të gjithë ne kemi provuar kur për një dyti kemi përmbys. I përmbysëm. Jam ikur Macedonia që ishte aty. Por qëllimi nuk është ky. Qëllimi është pushteti me votë. Ne pushtetin e marrim me votë. Nuk marrim pushtet e kur, ja u them unë, jo. Ne nuk marrim pushtet. Prit, jo. A bravo, tani ke shru bukur. Kjo është punë. Ai edhe 20 herë do t'i vjedhi, po e lam ne tjetë në krye. Atëherë da... Jo foltore. Deri do blok. Dakord. Jo, një minut. Mirë, dakord. Tani, çfarë duhet? Çfarë duhet? Duhet që ne bulevardin ta mbajmë gjersa të largohet ai. A doni ja të garantoj? Ne duhet përgatitemi me bravo e the, buk me vete, duhet përgatitemi të rikthehemi. Tani, shiko, më fale, ne jemi misionar. Cili është? Ta them unë ty tani që jam këtu me ty. Kur unë isha student, për mua, nën Tereza, çfarë kisha parë në për filma, unë mahniteshka, edhe pyesja vetën, ku e ka forcën kjo? Ku e gjen ky njeri forcën që shkon dhe merret me ata me të cilët nuk merrej asnjëri, as familja, as shtetësia, as mjekësia, as kisha, as xhamia, asnjëri. Të lënë buzvarit. Ajo shkon të merrej. Unë pata fat ta njoh atë. Dhe çfarë gjeta? Ku e kishte forcën ajo? Tek përqendrimi, tek ajo që besonte, përqendrohej në atë që besonte.
Edhe ne përqendrohemi në realizimin e misionit ton. Realizimin në revolt paqësore. Nuk ka forcë që mban pushtetet e Tiranës në qoftë se ne nuk shojmë bulevardin Gjersajtik. Ai faktikisht është i pakallur. Po, ja, të garantoj unë që iken. Po jo me atë që thonë ju, ajo pastaj është një lëvizje tjetër, jo, ne nuk them me foltore, prit. Emi fjalime nuk ikna. Jo. Ja. Ajo iken me revolt popullore paqësore. Me këte iken t'jesh i sigur. Me gjitha mënyrët e Ai jam bath. Ai nuk skuqe. Ai jam bath, në jo mua. Nuk ka burë më frikacar në Shqipëri. Dje nga unë këte. Ma e men, do t'a marrësh me në kur t'jam bathi. Ai ka përtenelit e netar, mos e qi. Mirë. Edhe turpi nuk e nje. Jo, nuk i njeh, jam dakord me ty. Jo, nuk i njeh. Por ne, me që më pyet, ne duhet vendosim të mbushim bulevardin Gjersai të iki. Ja, pra, ja të. Po. Mirë, dakord. Po. Mirë mbrëma, doktor Berisha. Mirë se erdhe në shtëpi.